Mirëmbrëma dëgjues të nderuar. Mirëmbrëma ju që na ndiqni sonte në emisionin ton Promovim Revistash. Sonte ne kemi në planin ton kemi dy revistat tona. Njëra është Metafora numër 32 dhe edhe revistën Pena e Artë në të cilën kemi Gjergj Fishtën. Pra, këto dy revista sonte kemi planifikuar t'i promovojmë, unë dhe zonja Prenda Sejdia në studion në Lezhë. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini dhe ju nga ndej. Zotëzit, mirëmbrëma të dashur dëgjues. Uroj të keni kaluar një ditë bukur, por edhe një mbrëmje të këndshme së bashku. Kush nuk i don vendet e veta, por me këngën Vendet e mia do të përshëndesim të gjithë ata që na ndjekin sonte.
Dëgjues të nderuar, pas kësaj këngë të bukur, po fillojmë me promovimin e revistës së parë të Metaforës dhe do të shkojmë radhë një nga një përfaqe që të shohim ata që janë të botuar në revistë për t'i promovuar këtu në këtë emision. Neve këtu kemi ndarë Metaforën numër 32, në të cilën kemi paraqitur figurën letrare të Azem Shkrelit, pra jemi marrë deri diku me veprën e tij, me studimin e veprës së tij dhe prezantimin e veprës së tij, sepse Azemi dihet është nga majat e letërsisë, e në veçanti poezia e tij është ndër më të bukura dhe më të mirat sot në poezinë shqipe. Pikërisht për këtë figurë neve kemi ndarë edhe 1/4 e revistës, pra duke paraqitur këtu biografinë e tij, duke paraqitur poezitë e tija, pastaj edhe tregime dhe shkëputër pjesë nga romani Karvani i Bardhë. Neve këtu kemi bërë edhe një editorial të revistës, të cilin fillimisht nëse do të pajtoheni ju, zonja Prëndo, ta lexoni apo ta lexojmë neve, si të thoni? Revista është kjo? Editorial nga shkretari Gëzimaj Geraj. Na kërkoi një etje maje mendimit në lokun e fjalës atje ndër maja. Herën e parë na i ranë 2 fjalë dhe i mesmuzës. Herën e dytë naftoi tek fronti vargut. Sa pak ja kishim njohur fuqinë e fjalës, e sa thellë na kish gërmuar në brajtjen e mendimit, se mos ne i kapnin ditarët e fjalës, e të na i lidhnin mendimit gojën, guximet të saj hante dhe koka-koka. E për frontin e fjalës i duhej i gjatë mendimit, e nesër një dritës na donë të faqevak, lom kush i tha dritë muzës, dhe e mbolli lulen e fjalës, Gëzimaj Geraj. Sollas magje, thot autori, që fjalët për këdhenin ashtu siç na mblodhi brenda faqeve të Metaforës. Gjithkush synon të rizgjohet e fjalisë nga e parë, sepse është pikërisht arti, letërsia e kultura, tradita jone e bukur që na mban gjallë frymën e shpirtit dhe shpresën drejt së ardhmes. Prandaj përpiqemi të ushqehemi vazhdimisht me ndjenjen e pastër dhe dashurinë për fjalën e bukur të shkruar dhe me mjeshtrie duke përdorur fjalën me finesë e gjithçka që krijohet me ndjenjë pasion për të bukurën, atë vërtetat të cilat trashëgimit i mbeten gjeneratave. Kështu që kam kënaqësinë e veçantë të editoj bashkë me një staf të mrekullueshëm tash në revistën time Rozaka, që mbi 2 dekada e gjysmë dhe gjej rastin të përshëndes bashkëpunëtorët mi dhe uroj suksese në këto tim të bukur brenda këtij tempulli artistik, ku promovohen vlera dhe bashkohen pena të cilat gjithë një japin nga vetja, por dhe pasqyrohen përmes kësaj reviste me vlera letrare, punësime dhe stafit që kam krijuar nga troje të ndryshme shqiptare, për t'i dhënë vlerë kuptim bashkimit penave, pasi që mbetit misioni im si shkrimtar i disa dekadave. Në këtë numër që vjen numri 32 saj, janë paraqitur mjaft poetë shkrimtar nga krahina e treva të ndryshme të kombit, ndonse për arsye objektive ka shumë të tjerë mjaft potencial që i mungojnë dhe jo nga mungesa e dëshirës, por arsye koha e hapësira, ndonse është numri 3 veç se këtë vit, e bëj fjalë për vitin që sa po shkoj. Ama puna e bashkëpunimit gjithmonë është kënaqësi, por dhe frymëzim po ashtu. Në këtë numër gjenden të përfshirë dhe krijime për këmbin e të rinjeve, ku e kam titulluar Penat për të rinj. Pasi asesi nuk mundem t'ja nashkaloj, sepse janë pjesë e shëndetshme e shoqërisë dhe shpresas nesërmes ose po. Janë penat e stërvitura të kombit që dhurojnë, perlat besuese që u burojnë nga shpirti dhe sikur rinë plot dritë e xhavahir që mbulojnë korsit shumë kalimshe, plot rrëfime, deri në dimensionet më të larta të universit që jetojnë.
E them kështu plot kënaqësi sepse personazhi që ja kemi kushtuar këtë numër reviste është ikonë poetike për letërsinë dhe meriton vlerësimin e respektin e brezave të ndritur Azem Shkreti. Azemi që dhe mbetet pena inteligjente e kombit, si poet i lartësive ndaj mbetet i jashtëzakonshëm dhe është ndere krenari për cilin do që vazhdon në gjurmët e tij. Autorët Vardul Toda, Bedri Halimi, Lula Shbrigja, Jakob Rahaj, Albert Vata, Sadi Krasniqi, Vedra Sejdia, Mërvete Bekzat Aliu, vinë nga trevat ndryshme që nderin letërsinë me krijimet e tyre shkencore dhe bëhen shtys për brezat e rinj. Të shkruash a hulumtosh mbi historinë a traditën, analizosh e vlerësosh letërsinë, është vlerë e brulje që mbron jo beshtretën. Sledot pa përmendur historianin Paulin Zefi Lesh, që ka studuar thellësisht figurën historike të heroit tonë kombëtare Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, apo Astrid Lulushi nga Amerika e Largët, David Boseta, Ilan Berisha, Bedri Halimi, që ka vite që punojnë për artin letrar dhe disa zhanre po ashtu. Por po në shkaluar krimet për fëmijë që mendoj se bëhen frymëzim për brezat që porriten, e ne ju jemi borxhi dhe ku unë kam sjell disa nga ato, por dhe autoria Lezhjani disa nga shkoza vjen me krimet dinante. Ne menduam që në këtë numër të kishim aq shumë autor, por menduam të klasifikojmë në esencë cilësi palpenave që kanë autorët e kësaj reviste, e 32 në dhe gjithë një flet me të njëjtat kërkesa për cilësi dhe nivele letrare, pasi letërsia ka aq shumë nevojë. Siç thamë më lart, autorët janë lënë rrymishëm dhe kjo krijon pasuri mes këtyre plurjeve. Asesi asnjëri nuk krijon veç se për veten, ama me penën duan të plotësojnë mozaikun me ngjyra mbi këtë mëdhëz që e deshën sa u adesh shpirti, ashtu si heroin talan amanet, jepin atë dhe u fliuan për atë vepër. Në pyetja është se apo mundemi të trasojmë kohët që gjymnajat pas në lavë dhe letin gjitemi majës për të realizuar objektivat e venaretes. Brëndia kësa reviste fleshon. Në reshta vargje, fjalët duhet zbërthyer enigmat. Ato tymnaja që na rrethoi dhe ende nuk ka synim të na lëshojnë, duhet të jemi ne që ta shfundim. Por a mundemi me qenë unik për të hatrin e Zotit e Trojeve, që në lam të pare tamë dhe brezave që po lëm pas. Penat e shkrimtarëve e poetëve, për cilin përmes fjalës shpirtat e tyre, pasi janë vlerësues të denë dhe duam vendin ton, familjen e shoqërinë që na rrethon, por thon vlerëso dhe të vlerësohesh. Dashuria e tyre është dashuri për veten, për tokën që na la, për nipërit e mbesa që po na rriten fatkeqësisht në rrjetet tuaj. Ju falenderoj ju shkrimtarë poet që kontriboni dhe jepni për artin letrar. Gjuha e menjokjes është pasaporta jonë, që na bashkon në faqet e Azem Shkretit. Kurime gjithë pjesëmarrësve me shkrimet e tyre e udhëmbar revista Rudafora 12. Kjo është edhe editoriali që ka shkruar Zimegere për këtë revistë. Faleminderit zonja Prenda që lexuat editorialin. Ne vazhdojmë pra, ne kemi në faqen numër 6 e kemi Azem Shkretin, një biografi të shkurtër të Azem Shkretit, pra si që dini Azem Shkreti u lind më 10 shkurt të vitit 1938 në Shkrel të Rgovës. Fëmirinë e hershme u shoqëruan nga gjyshja e tij, pasi që nëna e tij kishte ndruar jetë në vitin 1940, kur Azemi ishte vetëm 2 vjeç. Pas përfundimit të shkollimit fillor në fshatin Nakël, shkollimin e mesëm e vazhdoi në Prishtinë. Ai përfundoi studimet në vitin 1965 në Fakultetin e Filozofisë në degën Gjuhë dhe Letërsi. Si student, ai filloi të shkruante për gazetat ditore Rilindja dhe të shërbente si sekretar në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës. Nga vitet 60-75, ai ishte drejtori i Teatrit Popullor Krajinor në Prishtinë, ndërsa më në shtator 73 ai zgjedhet kryetari i shoqatës shkrimtarëve të Kosovës, ndërkohë që ishte edhe antar ekzekutiv i Lidhjes Shkrimtarëve të Jugosllavisë. Në vitin 1975 themeloi Kosova Filmin dhe e drejtoi deri në vitin 1991, kur edhe u mbyll si institucion me mbylljen e administratës publike në Kosovë, derisa ishte drejtori i teatrit përmes thirrjeve bashkëpunimit teatrin kombëtar të Shqipërisë brenda programit të Teatrit Kosovës.
a i vuri themelet e para të bashkëpunimit të dramës në gjuhën shqipe në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. A i ndroi jetë më 24 maj të vitit 1997 në aeroportin e Prishtinës, sapo kishte zbritur nga fluturimi nga Gjermania. Pra Azem Shkreli ka shkruar poezi, prozë, dramë, përkthime, roman dhe është i përfshirë në shumë antologji. Neve do të lexojmë edhe 2 poezi nga Azem Shkreli, pra unë do t'i lexoj ato, e ndoshta edhe zonja brenda më vonë ka për të lexuar diçka. 4 këshilla vetës. Mos u bëj poet nëse s'mund të lindësh, në secilin varg të lindësh me secilën fjalë. Ngrëmi veten në do të rrokësh frerët e errave, të shkelësh shpërngajt e mërisë dhe shtërngatat e gjakut tënd. Nëse dashurohesh, dashurohu në flak a në val, jo në sy të kaltër se bësh deti çmendur pendimi. Mos u bëj poet nëse s'mund të vdesësh, për secilin varg të vdesësh, për secilën fjalë. Dhe këtu kam edhe një poezi tjetër shumë e bukur që me pak fjalë, sepse Azemi siç dihet, gjithmonë ka qenë fjalë pak, por shumë hermetik dhe shumë domethënës ka qenë vargu i tij. Vdekja malsovit. Asnjë kokë përkulur si arzoni lisat. Asnjë gjëm mos aguri se ja shembni majat. Asnjë lot, asnjë se ja shterroni krojet. Në sytë e tij vetëm harroi prendimin dita, çmendimi vrugut, çmendimi ftohtë ndër vetulla, lum ky çfarë vdekje. Faleminderit. Zonja Prenda, keni edhe ju diçka të shtoni apo të recitoni diçka? Ka shëllashe për atë, është një poezi që vërtet më pëlqen shumë nga këtaria e Azem Shkreli. Megjithëse shpesh e kam thënë që shumë e vështirë është të ndash ndonjëra thuash kjo është e bukur, pasi nuk janë të gjitha. Ka shëllashe për atë. Në vargun me krush Adeu është krushku i parë. Në të tëra meshat e shenjë, ai është veshari. Në kulme në flamur është kumti e kremtja. Në kokën e rënduar në mendime, ai është mendime. Është një krash shqipje këtej, një andej kufirit. Është flaka ose puka në kullën kallë të barotit, është ara 7 vjet tjere gruja tjere fare. Në buke krype zemër, Adeu është zemra. Në të parën push për uj ka Adeu është krisma. Në trupin ton për vig, Adeu është vigu. Në mishin ton për krym, Adeu është ashti. Adeu është trenin e birëfnarin nënd, buleta për nesër dhe trasta. Faleminderit zonja Prenda. Faleminderit ju, këngë e heshtër. Po, gjithsesi. Ndër shtigje jete ku ndeshëm diku pa hir. Dhe në bandet e saj sa u nisëm me trombas, një farë ndeshtrashe më tha, mos është më mirë të falë kujtimit të të dua pa të pas. Që atëherë rezën tyje më vinë vërdal, si hija jote, po fjallën se shkel. Sa ato që vetën të shikoj më në balë, nuk kam guxim, pse droj pendimi më breq. Azem Shkreli. Po zoti Gzem? Faleminderit. Nduhet pak lëviz edhe unë, sepse lëviz mikrofonin hera ndaj kënej, por gjithsesi shpresojmë në mirë kuptim. Thënje nga Azem Shkreli. Tash sa kohë po dënë të gdhi e s'po mundet. Sikur të takoshim me vetveten sy më sy, do të putheshim apo do të kishim për të pështy. Mësojeni kohën të mos hajë të vetën, që shëmtije do të ngrehin poetët. Nëse dashurohesh, dashurohu në flak e në val, jo në sy të kaltër se bësh deti çmendur pendimi. Mos u bëj poet nëse s'mund të vdesësh,
për secilin varg të vdesësh për secilën fjalë. Mësojeni kohën të mos I hajë të vetët, që shem shëmtije do të na ngrenë poetët. Zënë Prenda, do të kisha lutë që ju të vazhdoni më tutje në pjesën tjetër, sepse nuk dua të flas për vetveten, por shkurt disa fjalë kështu për hartin e poezisë. Në fakt, nëse më lejohet, unë do doja të lexoja një recension që gjendet të kjo revistë, të cilin unë e kam bërë studim një nga librat e Azem Shkreti. Gjithsesi me shumë kënaqësi. Faleminderit, me shumë kënaqësi. Libri Zjarri Tjetër nga Azem Shkreti. Bukuria është e vetmja gjë që koha nuk mund ta dëmtojë. Filozofitë bien si rër, besimet të ndjekin një tjetrin, por ajo që është më e bukur është një gëzim për të gjithasinat, një posedim për gjithë përjetësinë, ka thënë Oscar Wilde. Besoj se kjo thënie filozofike vështatet bukur autorit, pasi në krijtarinë e tij posedon vlerat më të larta të letërsisë bashkëkohore shqiptare, sidomos të artit poetik në gjithë hapësirat shqiptare, ku ka lëvruar dhe edukuar në nivelin më të lartë të profesionalizmit në zhanret letrare si poezi, prozë dhe kritik letrare. Ai nuk ishte kritik letrare, vetëm një shkrimtar, por më së shumti dha shembullin personal, pasi porosit I la të shkruara si amanet për krijuesit në formën e këshillave të vargëzuara në varg. Padyshim se ai ka vënë në zbatim me përpikmëri si frymëzim për poetët shqiptar dhe tek çdo fjalë varg në krijimin e tij, duke shprehur përmes thellësisë mendimit, fuqisë filozofike të fjalës, dytësisë mendimit, e finesave të kuptimit dhe I shpreh fuqishëm përmes metaforave pikante ku lidhen ngush nishi e ashti fjalës. Dua të sjell këshillat e vlefshme që poeti I madh I kombit Azem Shkreti quhe uala si testament, jo vetëm poetit, por në veçanti letërsisë shqiptare si kërkesë për ngritjen e nivelit krijtarisë letrare në zhanrin e poezisë. Mos u bëj poet, nëse mund të lindësh me secilën varg, të lindësh me secilën fjalë. Ngrehu mbi veten dhe të rrokësh frerët e errave, të shkelësh përngajtje mërisë dhe stërgalat e gjakut tënd. Nëse dashurohesh, dashurohu në lak e në val, jo në sy të kaltër, se bëhesh deti shmendur vendimi. Mos u bëj poet nëse s'mund të vdesësh për secilën varg, të vdesësh për secilën fjalë. Azem Shkreti është një rrjedhë e letërsisë shekullore shqiptare, e citoj kështu pasi në rrjedhën e tij krijuese përfshin një popull të tërë me arsyetimin e thjeshtë se letërsia është e kombit, drejta e kombit. Por ai tregoi se letërsia është një shteg që mund të vdiqet me forë, jo një shteg I çfarëdoshëm. Ndaj ai solli risi dhe ndosi kritere që ajo të jetë në fillim kryesisht duke I inkuadruar në poezinë shqiptare këtë risi ku përmes vargjeve të njohjes sociale të popullit të tij në shumëvuajtur të gjithë sferat kombëtare dhe me qëllim ngritjen e vetëdijës popullore bazuar në rrethanat e caktuara që kohët kanë servir me plot qëllime të mira, ndaj u bë I njohur që në fillimet e tij për shkak të cilësisë së lartë krijuese. Ashtu, sikurse popujt krijojnë miljen e qendresës në mendjet e bijve të tij, edhe poeti Azem Shkreti përmes elementeve letrare është ngritur pothuajse në lartësinë e mitit, por ama mjaft I lidhur me realitetin dhe njëkohësisht dhe rrjedhat e kohës dhe qendresës. Unë sjell vargun, shkurto flok gjatat, mate me to me ndjesh shkurtën tënde dhe mos qaj. Shmendim e borosi metaforike huazuar nga thënia popullore e sjella shkëndshëm, në qoftë se në periudha të ndryshme e arsye të shumta popujt kanë njohur profetët, edhe Kosova kombi ka patur fat për ta njohur poetin, që la emër shtigjeve të letërsisë shqiptare, jo I vetmi, por në të rrallë. Fuqia fjalës e thellësia e dytësi mendimi zën vend në çdo varg shkrenja, rrafas së saj shpirtërore dhe ngritje nivelin krijues në shigjetave të kohërave, duke u kthyer në qendresë poetike për mësuar kështjell letrare të kombit. Atë çfarë I ligjeron e kaluara në të së tashmen. Pra, çka përfaqëson poeti I dilemën me botën. Në librin Zjarri Tjetër gjenden poezi të përkryera nga ana ndërtimore estetike nga poeti I madh Azem Shkreti.
me plot imazhe e temat shumëta që duket aq e vështirë të veçosh ndonjë, pasi brenda atyre le të nënkuptosh se ka arritur universalizmin me vlerat e saj të veçanta, artistikisht shumë ngritur nga pikpamjet dhe tehet e dishëm i poezinë shqipe, uniteti dialektik mes tërësën pjetrës, novatorizmit e traditës, ekziston padyshim ajo lidhje ngushtë e organike. Ka shelash për Adeu është dheu i virit, i atit, e shpirtit shërt. Në vargën me krush që Adeu është u shkujpar. Në fakt poezinë e lexova që mos ta rilexoj. Për poetin Adeu është prioritet u përfshin virin, atin e shpirtit, si kundër dhe poezinë e vendos po të njëjtën drejtës, duke pakzuar ashtu si vargën me krush shkujpari është Adeu, apo meshat e shenjta citon mesharin e Gjon Buzukut. Para spesh me kundin dhe krenten vendos flamurin në formën më filozofike të mundshme, ku gjithçka thot shkreli vjen nga pike mendimi. Zëshëm, dëgjohen ndërshëmbëltyra këto vargje pinë si zë perëndije, por amo, poeti shkruan me flakën e mendimit, dashurisë, përkushtimit, besimit, pa jansore, po i gjemon së vërtetës. Mbi gjendjen ekzistuese e mbi këto baza të kurta, ndërton kultin e së ardhmes si këtë ndëm zëshëm me shpirt krejt flakada. Unë po e lëmi kaq, pasi kemi shumë për të lexuar, besoj që një pjesë të mirë të kriptaristit brenda këtij libri unë e kam sjellë në pak faqe që e lexova. Faleminderit zonja Brenda. Për të dhënë më shumë hapësirë editorit të kësaj reviste, unë po e lëmi kaq, pasi ky recension gjendet brenda kësaj reviste. Faleminderit zotit. Faleminderit edhe juve që na shkëputët pjesë nga recensioni për Azem Shkrelin dhe unë duhet kujtoj shikuesit dhe dëgjuesit tanë se ne këtu po e mbyllim me Azem Shkrelin për të vazhduar mëtej me shpalosjen e revistës. Pra neve, apo personalisht unë kam sjell këtu edhe një temë studimore për artin e poezisë, pra ku flas për artin e poezisë, pra arti i poezisë shumë herë mendohet si arti i lehtë, që kërkon më pak kohë nga artet e tjera, apo dhe punë. Ndoshta shpesh ky mendim edhe mund t'ju mashtroj, sepse poezia kërkon shumë imagjinat, kreativitet dhe ndjesi, por edhe teknikë të ndërtimit të saj. Asnjëherë s'duhet neglizhuar këto që tham, sepse shpejt edhe mund t'i bini në ndikimin e klisheve dhe narracionit, që vështirë se ajo poezi pastaj mund të bëjë edhe udhë të gjatë. Unë pra këtu e fillova për të vazhduar, sepse ky studim është mjaft i gjatë, pra ku flet për artin e poezisë, pra si hapi parë në artin e poezisë është tema e cila zgjidhet për të trajtuar në përvargje. Dhe këtu unë kam edhe dy poezi që do t'i lexoj nga kjo temë, me që temën nuk po e lexoj, do i lexoj poezitë që i kam marrë për shërtim këtu pra. Për fjalën. Nga dhëntia rrodhi fjala e u bë pjell e mençurisë. Aty tek shtegu i bardh lum kush i kapi bukurinë. Unë gjizë me amështinë e mendimit, lum kush e ushqeu dhuntin. Më e bukura fjalë preku majat, më i miri u lëvjerë në një varg. Atë motë sot, lum kush i dha gjake ashtë mendimit. Më e mira hyrin në pavdekësi. Dhe poezia dytë është e lumja poezi. Nga muza ushqejmë frymëzimin, dritë së nesërmes gjake ashtë. Le t'japim mendimit, le të rroj përjetësisht, vetëm ai që ditë vdes për fjalën, jeti dha vargut, e lumja poezi. Pastaj kemi gjatë temës se fillimisht është një planifikim për strukturë të poezisë, se si ndërtohet pra poezia, duke e përzgjedhur autori strukturën, ne flasim këtu gjerësisht për strukturën, dhe pastaj kemi poezinë me rima apo pa rimë në shqyrtim, kemi pikturimi figurativ në fjalë apo semantika, rileximi dhe dora përfundimtare në një poezi, dhe në fundi i shkëpus edhe 4 vargje sa për ta mbyllur këtë temë. Pra. Nga parzma e shpirtit e nxorri fjalën e për të vdiq në logun e vargjeve.
gëzim e gjeraj. Miq të nderuar, ne po vazhdojmë me shpalosjen. Kemi poetin dhe shkrimtarin nga Elbasani, zotin Bardhyl Toda, i cili vjen me një studim, pra Azem Shkreli me urdhëresa profetike duke nisur nga vetvetja. Pra ai zbërthen poezinë e Azem Shkrelit, sidomos ndalet tek poezia Koha e Krymbave dhe njerëzit, por edhe shumë poezi të tjera. Pra ai bën një studim të gjatë poezisë së tij dhe ne këtu dëshirojmë të përshëndesim edhe zotin Bardhyl Toda dhe të falenderojmë atë që ka kontribuar në këtë numër të revistës sonë. Zonja Prenda më herë lexoi edhe recensionin e saj Zjarri i fjetur nga libri i Azem Shkrelit dhe neve veç po vazhdojmë në radhë për të sjellë pastaj edhe autorë të tjerë. Pra, kemi këtu Lulash Brigjen, duke lexuar Azem Shkrelin rritet çdo poet. Edhe ne e themi një përvojë mirë është që krijuesit t'i qasen pak Azem Shkrelit dhe të shohin edhe vetveten në pasqyrat e poezisë, sepse është një mësues i mirë, pra është një shkollë e mirë për poetët, të cilët duhet të mësojnë se si shkruhet poezia dhe ç'është niveli i poezisë, ç'është hermetizmi, ç'është metafora. Pra, sigurisht se ne këtë këshill e përcjellim për gjithë miqtë e mi poet, sepse duhet që gjithmonë ta ngrisim poezinë, ta kultivojmë atë dhe ta bëjmë atë sa më të dashur për lexuesin tonë. Mëtej shkojmë, kemi një shkrim për Antonio Belushin, meshtari jetnisë, të shkruar nga zoti Bekzat Baliu dhe zonja Mirvete Baliu. Pra është një studim për Antonio Belushin, që siç e dini ai veç vjet ka ndruar jetë, ndjes pas ka qenë një prift arbresht, por ka qenë edhe një veprimtar shumë i shuar. Pastaj kemi edhe një rrëfim për nënën Shamizeza Nënaime nga profesor doktor Bekzat Baliu. Pra, e kemi edhe atë këtu të botuar. Profesor Bekzatin e kemi pas edhe para ca ditëve në emisionet tona dhe ai na ka nderuar edhe neve, por sigurisht ka folë shumë edhe për letërsinë dhe për zhvillimet e përgjithshme në letërsinë shqiptare. Ne falenderojmë atë dhe përshëndesim atë. Kemi akademik Jaho Brahajn, i cili tani më gjubletën e solli në UNESCO dhe ai shkruan shkrimin Gjubleta pjesë e vetëqenies dhe në fukarallëk bashkëdhëtarët në kohë, në gjallje dhe në vdekje. Pra ai shkruan gjëra gjatë për Gjubletën dhe ne e përshëndesim edhe Jaho Brahajn, i cili kombit shqiptar i ka bërë në nder sepse futi Gjubletën në UNESCO. Unë nuk e di në do kishit zonja Prenda ju të shtonit këtu, sepse kjo pjesë e Gjubletës tuaj se më shumë është kultivuar edhe është bartur në zonat tuaja, ndoshta do të keni diçka për të thënë, nëse jo do vazhdojmë. Jo, vetëm për një shumë shkurt, Gjubleta e Kukës është mbi 4.000 vjeçare, pra është një veshje e kultivuar ndër shekuj, e ka ardhur deri në ditët e sotme. Është ndërim me respekt për zotin Jaho Brahaj, që i ka kushtuar kaq shumë vëmendje dhe rëndësi të veçantë për ta ruajtur atë e për të qenë pjesë e UNESCO-s, dhe ne vërtet jo si treg, por si popullsi shqiptare. Jo vetëm për Gjubletën, por për çdo veshje krahinore ne jemi krenar dhe duhet synojmë ta ruajmë. Faleminderit zotisi. Unë nuk do të dalë tek tema tjetër, zonja Prenda, por do të lutem që të na lexonit një ose dy poezi tuaja. Pra, unë do kisha preferuar Nëna Stre e Sigurt apo Arome bukës së nënës. Për është buhe, po lexoj Arome bukës nënës. Faleminderit. Faleminderit ju. Në supin tënd nën do mbështes kokën time. Shtylla më e fuqishme je, lindje Perëndim. Në ecë në përmoz më ndrit ajo hen, je dashuri e pafundme, ti e imja nën. Nga do që vërtitem me kudo në përbot, shpirti jo t'i pasur është të fuqi plot. Kur kthehem në shtëpi, gulfon lumturia në përshtigje tjetës, për ty haresha ndjehen bie. Erdha përmes pemëve, gjendesha te rrugës.
Tek mbi sot të rënë të era, ajo shije bukës, nëna e gatuan të me zelle dashuri, e gatuan të në magje, e pishten prush në bihi. Buka dilte si reze nga dora jote e praruar, më gjanë se një shekull shpirtin më mbagjall, sa që jetoj si kur të ishe për më gatuar, arome bukës nënës, pak gjallë e pak dallë. Faleminderit, zonja Prenda, na krijuat edhe emocione. Ne vazhdojmë pra me autorët që janë të botuar. Kemi zotin Astrid Lulushi dhe shkrimin Historia jonë. Pra, zonja Prenda lexoi edhe poezitë e saj ku i ka të botuara këtu në metaforë. Kemi edhe Albert Vatën, sot në ditën ndërkombëtare të familjes, pra me një shkrim për familjen dhe në pikërisht në ditën ndërkombëtare. Unë dua t'i përshëndes tre miq që na kanë ndjekur, po na ndjekin dhe na kanë dhënë komente, zonjën Alma Gjela Shkoza, zonjën Bora Sejlia Shkoza dhe zotriun Isuf Poniku, që është edhe nipi im. Faleminderit, përshëndetje një poshtë, qofshin mirë e shnet. Miqtë të cilët kanë përshëndetur përmes mesazheve, por edhe ndjekësit që nuk janë të paktë. Sigurisht se ne po i them nga pak edhe rregullat, por asnjëherë rregullat nuk janë të shkruar dhe ne jetojmë me ju dhe bashkëjetojmë me ju dhe emisionet i bëjmë edhe për ju dëgjues të nderuar. Prandaj jeni të nderuar gjithmonë në emisionet tona. Vije tani David Boseta nga Shkodra dhe me disa poezi këtu të botuara në metaforë. Pra, kemi disa poezi, nuk e di do lexojmë apo kemi kohë apo jo, zonja Prenda, sepse Po e lexoj një nga poezit, Një tel shpirti. po gjithsesi ta nderojmë edhe zotin David Boseta. Në një rrugicë qytetit tem, përballë me kafen e madhe, këllon një burr i moqem me 1000 rrudha në fytyrë, ku i flejnë 1001 halle. Me një violin vjetër, të cilës i ka mbet pa fut vesh një tel e një fije shpirtit. E lule mata, këllon tu i cungu fjallët, plaku i shkret, se në goj i ka mbet vesh një dham, e një gram shpirt e spranon me vdek. Në një orare kur pjaca mbushet plot, tingujt e violinës shkyejnë qiellin, me një tel shpirti i tij virtuoz, sfidon edhe vetë Paganini. David Boseta. Faleminderit zonja Prenda, përshëndesim edhe ne mikun ton David Boseta nga Shkodra, pra është një mik i shumë i nderuar i yni. Pra pikrisht kjo poezi ka qenë edhe ndoshta dhe arsyeja që neve me zotin David Boseta jemi njohur, sepse në atë kohë domethënë unë kur kam lexuar këtë poezi dhe kemi krijuar edhe linjen e lidhjes dhe tani më jemi miq të mirë dhe e kam të botuar në disa numra të metaforës. Në vazhdim vazhdojmë me tregimet që sjell unë, pra Gazima Igeraj me tregimin Shpërblimet. Pra është një tregim që flet gjëre gjatë për shpërblimet, pra i takon edhe pjesës së eses më shumë, për gjitha zhvillimet që po ndodhin sot në letërsi dhe shumë çka që po zhvillohet, qoftë për të mirë, qoftë edhe ndonjëherë dhe jo për mirë. Kemi Agrëntufën me origjinën e mendimit, Paulin Zefin, një historian nga Lezhë, i cili na flet për Gjergj Kastriot Skënderbeun dhe për masat e efektivit të ushtrisë së tij. Pra është një shkrim shumë i gjatë. Në vazhdim vjen zoti Ilan Berisha me një poezi dhe me një tregim, apo si themi një lloj eseje, Pushka e Selverit jehoj për liri, pra një shkrim që i takon dëshmorit të kombit, që i ka kushtuar zoti Ilan Berisha, pra Selver Maçkajt. Ne falenderojmë zotin Ilan Berisha dhe dalim tek pjesa tjetër ku kemi Bedri Halimin, pra një mikun ton përsëri, një mik i çmuar i artit dhe i letërsisë, zotri Bedri Halimi,
dhe me shkrimin disa nga sfidat e akademik Ali Hadrit përballë intelektualëve shovinist serb. Pra ai shkruan një shkrim të gjatë për historianin tonë Ali Hadri dhe e zbërthen atë në mënyrat më të mira nga faktet dhe arkivat e historisë. Dhe Bedrialimin vazhdojmë të botojmë edhe me një poezi shumë të gjatë, për të mos thënë edhe poem, pra pastaj kemi zotin Sadik Krasniqi me një poezi, edhe ai, më thënë, është mik i metaforës dhe edhe ne kemi botuar edhe atë këtu, pra për të dalë tek një krijuese e cila jeton në Turqi, zonja Shpresa Gashi Zurnaçi, e cila ka sjell për ne këtu 3 poezi dhe ne ja kemi botuar dhe Shpresën ne e kemi mike të metaforës, ashtu si që Shpresa ka botuar edhe 10 libra ku unë jam edhe redaktori i librave të saj, pra në të gjithë librat e saj, dhe Shpresa është një bashkëpunëtore e ngushtuese gjithmonë na nderon me shkrimet e saj, na përshëndet në për emisionet tona dhe nuk na harron kurrë. Pra Shpresa vije nga Turqia si krijuese, pra, dhe është nga të rrallat ato shkrimtare që vijnë nga Turqia, pothuajse pas kohës së Samiut dhe Naimit, ne nuk kemi pas, dhe pikërisht kjo ka qenë arsyeja që unë pra kam nxit zonën Shpresa që të vijë dhe të botojë në Kosovë. Kemi edhe disa poezi të zotit Ilmi Kurti nga Malësi e Madhe, pastaj kemi edhe disa fabula. Pra kalojmë në metaforën për fëmijë, sepse siç e dini ju lexues të nderuar, metafora ka dhe rubrikën e vet, metafora për fëmijë të rinje. Dhe këtu unë sjell disa fabula në formë tregimesh që godasin mjaft mirë, pra Ukallbota, Fshatari dhe Gomari, Ariu dhe Miu, Shqiponia dhe Gjarpri, dhe këtu përfundojmë me krijuesen më të re, bashkëpunëtoren tonë të rregullt, zonjën Besarta Shkoza, me tregimin Nuse Lala dhe të Vegjlit. Besarta është një krijuese e re e cila tani më numëron 4 libra dhe në një moshë 14-15 vjeçare ajo ka mjaft të arritura. Herë mbas here Besarta mban edhe programet tona, këtu është bashkëpunëtore e jona në Radio Sibilat, dhe ne kemi edhe bashkë kolege këtu pra në Radio Sibilat. Unë këtu po e përmbyll pjesën e revistës Metafora për të vazhduar me zonjën Prenda Sejdia dhe pendën e artë pra. Zonja Prenda, fjala për ju. Jam shumë falenderuese për secilin prej jush, duke filluar me ju sot fiksim, por edhe emra të tjerë që ta bëj përmend. Zonja Prenda, do isha lut vetëm për një nuancë të vogël pak mbrapa për arsye që kamera tu merr në imazhin e plotë. Ashtu bukur. Faleminderit. Faleminderit ju. Editorial, nuk erdhi asnjë. Vajti vonë e prapa kokët na përgjojnë. Si hienat zdinas të flet. Në gjoksin e dallë dhe kanë të zëmbët, dhimbjet e shpirtit të dheu, afërsinë të ndjejë thellë në dhimbje, brenda brigjeve të zbrasta, brenda sejtia. Kohjenas edhe në letërsi, apo, mi që dashamirës të artit letrar, shkrimtarën e poet,
por që kultivoni gjithë zhanët e letërsisë, pjesëmarrës në këtë revistë antologjike penare 4, por dhe ju lexuesit tanë besnik, që na shoqëroni vazhdimisht mirë se vini në sofrën tonë të madhe cila ka dhënë për gjithë, dhe kënaqësia shumë fish. Jeri ju, që i flisni lapsit e letrës në çdo kohë dhe sillni aq shumë alegri. E kush nga ju nuk i foli gjuhës shqipe e historisë gjithë kohërave. Dhe dua pasojnë brezave gjeneratave të reja pasi është detyrë e përgjegjësisë të studiosh me thellësi mendimi e përgjegjësi mbi këto asete qishme, të vrosh ti pasmuar. Kush më mirë i promovon këto vlera se vetë letërsia? Menduam që në këtë numër reviste të abotojmë konkretisht elitare ndërkohëta, por dhe largësi gjeografike si Shqipëria, Kosova, Zvicra, Atina, Amerika e Largët, me penat përgjedhura si për shembull i madhi atë Gjergjkishta, që muaj tetor quhet edhe si muaji i kishtës në Lezhë, por dhe trojë shqiptare në nderim të tij, ky numër vjen me fotën e tij në ballinë, por dhe shkrimet e tjera për këtë figurë legjend që Shqipërinë e përfaqësoi dënjesisht në hartimin e alfabetit të shqipe, konferencën e paqes në Paris, në konferencën e Versailles, e plot përfaqësi kombëtare dhe ndërkombëtare kjo figurë poliglot i shqipes. Jose Majgeraj, autori i mbi 210 librave në zhanre të ndryshme me shumë punime shkencore e përkthime dhe mbi 25 numra revista Metafora e mbi 15 numra revista Primi dhe që padyshim është vlerë kombëtare dhe në përmasa ndërkombëtare. Apo Jakob Traj, akademik e studiues i historisë dhe etnosit kulturor që kontriboi në mbrojtjen e xhubletës për UNESCO si mbrojtja e aseteve kombëtare. George Gordon Byron, që cilësohet si poeti apo përfaqësuesi më i ndritshëm i romantizmit dhe shumë i dashur për shqiptarët. Azemshkrelja Lipodrimjat, ky binom i fjalës dhe fuqisë saj që goditën barbarizma përmes vargjeve poetike, por jo vetëm. Zea Qela, penë e fuqishme e nder për letër shqipe, ndaj vlerësohet si portreti e shkrimtarit shumë unik që krijoi autorsi. Apo Prem Tuk Leshi, që kundërshtoi fuqishëm për padrejtësi që u bën gjuhës shqipe në kongresin e drejtshkrimit më 1972, duke argumentuar gjëkimet që shkaktuan drejtuesit e kohës që hoqën nga fjalori ynë në plot 21 fjalë, por që një zëj forte argumentues për ndryshimet e gjuhës standarde dhe ju buri në tukje kapriqët krahinore. Charles Bukowski, poet, novelist e shkrimtar i historisë amerikan që la emër në letërsinë botërore. Bargun Toda, kryetari i Lidhjes Shkrimtarëve Elbasan dhe shumë i përkushtuar për letrat shqipe, një studiues i shkëlqyer dhe mjaft bashkëpunues. Fahri Gjara apo Azgat Haklaj, plot studime shkencore, por dhe plot të tjerë me përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë kontribuar apo vazhdojnë aktualisht të dhurojnë kombit e gjeneratave nga studime interesante. Shkrimtar vendas e me famë botërore po ashtu stafi i revista Penar, pati dhe ka për qëllim që në faqet e kësaj reviste të sjellë nga krijimet më brillante më të bukura nga shumë krijues, ndaj krijimet kanë cilësi, nivel, finesa dhe janë esenciale që dominojnë mbi plagështinë e kohrave qoftë në poezi apo edhe në krijime nga zhanret e tjera letrare. Kemi shkrimtarin Mjeshtri i Madh Edmi Kurti që sjell shpirtin poetik apo historinë nga treglat e marksizmave më gjërë. Na vjen dhe Lula Shprigja si krijues e publicist, e punojnë për ngritjen e vlerave më të mira letrare, kulturore, artistike. Jo pa qëllim kemi sjell autorë që nuk jetojnë veç se fizikisht, por për vlerat që kanë, jetojnë bashkë me letërsinë dhe gjenden brenda këtyre faqeve të revistës dhe kanë rëndësi studimi për të bërë dhe avancën e ndryshimit mes kohërave. Polet Strabëini, një shkrimtar që e don adheun dhe sjell në vargje përmes penës kohë. Donte nuk ka jetuar brenda kufive se risha e shpirtin e pati tek trojet stërgjyshore, ndonë se shkruan tema shumë interesante dhe ja vlen të ta lexuar. Shkrimtarë si Ibrahim Abdyli, Tënzmalik, Zimleta, Aslan Miftari, Fizen Berisha, Bojana Malaj, Moza Shehi, Kumria, Abdulshala, Faina Mata e tjerë, janë vlerë shtuar e letërsisë shqiptare ku me penat e tyre brillante sjellin bukinë e tyre shpirtërore në faqet e revista Penar, por jo vetëm. Ama kemi edhe autor të rinj në sfond, por që janë
fillojnë dije nga shpirtrat e tyre brillant, punon si pedagog në Universitet Shkodër sa Mema, me diapazon mjaft të gjerë dashamirës diartë dhe letërsisë. Apo intelektualja Edison Alisi, që përmes penës qanë hallet e bashkëmoshatarëve të saj dhe vjen si zëje në revistën penar, pasi qëllimi ynë është ta kemi këndin e të rinjve pasi premisat e tyre janë të dhënëse dhe sukseset e secilit në penë i ndajmë së bashku, përmes kësaj reviste plotëleka pasi puna është drita përquese shpirtrave tanë. Asaj reviste nuk i mungojnë autorët e rinj si gjithmonë, vinë Besarda Shkoza, Alberto Scedia, Marie Krasniqi Gjoqaj, Nurjeta Bushi, si pena të reja, por më vitalitet. Dihet që pena shqiptare janë pasaporta inteligjente e kombit, na i vlerësojmë për kontributin. Këta autorë meritojnë vlerësim me respektin e kujto, pasi kursejnë qetësinë e tyre për të bashkuar zhurmë shëmletrave shqipe ndaj është krenari që i keni këta krijues brillant në fushën e letrave, kërkimet shkencore, eksplodirime, tek përplasën polemikave për të nxjerrë në dritë të vërteta. Kjo revistë ruan me fanatizëm për zgjedhjen dhe zbatimin e kritereve letrare, pasi stafi ka për kushtimin maksimal të sjellë krimet më të mira, ndaj gjithë autorëve kjo shpreh urimet më të mira e të sinqerta për një krimtari më të pasur e të avancuar në vjenësi. Suksese në veprimtari letrare, muajin e letërsisë gjithkrijuesve, u dhe mbar revista 4. Kjo është edhe editoriali i kësaj reviste. Faleminderit zonja Prenda. Do i them unë 2-3 fjalë, dëgjues të nderuar, zonja Prenda nuk e tha vetë, por do ta them unë sepse ne jemi bashkëpunëtorë të ngushtë, pra siç e dini ju të gjithë, ajo është edhe bashkëpunëtore e metaforës dhe është në këshillin e saj ashtu siç jam edhe unë. Por ajo gjermë tani më veç ka botuar afro 14-15 numra të revistës letrare Pena e Artë dhe 2 numra të Rozafës, siç ka botuar edhe ashtu edhe mbi 30 dhe sa libra të vetë dhe tani më ajo numëron në biografinë e saj mbi 50 botime, pra dhe shumë botime të tjera në për antologji të ndryshme. Njëherë është edhe studiuese e veprës sime që është marrë shumë, pra dhe ka diku rreth mbi 10 libra që ka studim për krimtarinë time letrare dhe tani më ajo është një njohëse e mirë dhe një studiuese e mirë e letërsisë, pra. Por gjithsesi neve do të dalim tek puna me revistën, megjithatë mund duhet her pas here t'i them disa fjalë sepse nuk duhet jemi modest në punën dhe angazhimin që kemi, por edhe në bagazhin që kemi, sepse nëse ne nuk flasim dhe nuk i publikojmë krimtarinë tonë, ajo do të mbetet në një heshtje të plotë, sepse duke parë kohën, duke parë zhvillimet e përgjithshme në shoqëri, neve e kemi parë të mundshme që edhe përmes këtyre valëve pra të bëjmë edhe promovimin e veprave tona letrare, pra ashtu si për mua, pra unë Gëzim Ajgera, ashtu edhe për zonjën Prenda Sejdia, neve jemi përpjekur që përmes këtij radioje, përmes këtyre valëve që kemi krijuar ne, pra të bëjmë edhe promovimet edhe të librave tona, ashtu si që mirëpresim edhe miq të tjerë. Pra zonja Prenda është një krijuese shumë e zellshme dhe tani më ka emër në letrat shqipe, është ndoshta njëra nga femrat që më së tepërmi ka krijuar në letërsinë e sotme shqipe. Megjithatë jemi në një kohë pra që të gjithë e dimë se kur hapësira mediale për krijuesit, poetët dhe të gjithë ata që shkruajnë është shumë e vogël në raport me mediat që japin pra zhanret e tjera të kulturës apo të politikës, pra për mos thënë se frymën ja ka zënë politika mediave dhe muzika, pra edhe krijuesit sigurisht kanë një mundësi që gradualisht të marrin veten dhe të krijojmë edhe këtë lloj broadcastesh që të mund të transmetojmë programet dhe emisionet tona, por të transmetojmë edhe artin ton që bëjmë përpara shoqërisë së gjerë. Unë do ju falenderoj zonja Prenda edhe njerë publikisht këtu për punën dhe kontributin tuaj dhe do të uroja shumë shëndet dhe shumë punë e zhvillime edhe me të arritje sa më të mëdha në letërsinë shqiptare.
bashkëpunosh me Zotin Zimajgeraj, duhet i vesh një detyrë shumë të madhe vetes, sa të pak për t'ja mbajtur krahun. Unë do sjell një shembull edhe për të qeshur, se normalisht jo gjithmonë e do rrim si klaun, por në qoftë se dikur kohë tona kanë pas nevojë për të thyer tokën, nuk janë përpjek për të gjetë një lëvërues ka, siç kanë qenë kijet, qetë, njëri qetë jetë shumë i fuqishëm e tjetri jetë shumë i dobët sepse do ngorte. Normalisht që shumë e vështirë me qenë të dytë të njëjtë, por qoftë se punon me Zotin Zim, do t'i shumë fishosh forcat, jo për të arrit atë, por sa do pak për të mbajtur krah. Unë e falenderoj publikisht. Faleminderit zemrën. Dhe Gjeron, jo vetëm tani, por shumë raste të tjera, për të falenderuar për gjithë mbështetjen profesionale, që nuk kam nguruar asnjëherë për të ma dhënë, dhe duke të thënë brenda përpiqu që talenteve të reja, që publikosh në faqet e revistës, të ndihmosh në ana profesionale, të bësh ndonjë recension, të bësh ndonjë lekure, kështu me radhë, kështu që vërtet unë ndjehem me shumë fat që kemi në mesin tonë, që kemi letrar shqipe, por jo vetëm. Pasi ky është një formë ndërkombëtar dhe vërtet shqyqyqeki. Në faqet e revistës Pena Art 4, ne siç e thamë edhe më herët, kemi një figurë poliedrike siç është Gjergjishta, një figurë e madhe që i ka dhënë jo vetëm letërsisë, po i ka dhënë edhe historikut shqiptar që me alfabetin nuk pa dashur t'i përmendim ato që kem shkruar brenda revistës për të. Ai ka një fjalim shumë të gjatë, të cilin e ka mbajtur në konferencën e paqes në Paris. Ne jemi të vetëdijshëm që të gjithë se çfarë pune të madhe ka bërë në kongresin e alfabetit në 1908 në Maqedoni. Ai ka mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm dhe një shembull për të mbajtur mend ndërbreza është përqafimi që i bëri hoxha që ishte i pranishëm në atë takim që nuk mund të harrohet kur, një takim super historik. Pra, të flasësh për Gjergjishtën, duhet jo një revistë, por besoj që të duheshin revista e libra, por ajo që të dhem sot në shonti është arsyeja se figurë kaq e pasur me një letërsi që shumë e thellë, ajo sot nuk është në programin mësimor, për këtë shtet mendoj që është e turpshme, por besoj që shumë programe të tjera, të tilla, do t'i zgjojnë nga gjumi këta drejtuesit e institucioneve të librit, që figura Gjergjishtës të jetë një figurë qendrore në libradora, sepse ka gjithmonë se çfarë mësohet. Këtu kemi një tjetër personalitet, mund ta quaj letrave, që nuk jeton ditë pas. Unë me shumë admirim e kam publikuar Prem Cugleshi, një zë ndryshe nga Merdita, në Kongresin e Drejtshmimit Gjuhë Shqipe në 1972, në një kohë kur dim shumë mirë se si ka qenë koha e komunizmit. Ai shkon nga Merdita në Tiranë, shumë i përgatitur dhe kundërshton me forcë gjithë atë gjë që në atë kongres nuk ka bërë gjuhës shqipe. Unë e di shumë mirë që po të diskutosh gabimet e atij kongresi, profesorë akademik nuk e pranojnë, drejtues shteti nuk e pranojnë, por nuk është e thënë që ata duhet të pranojnë se gabimi ka qenë marrëmends, sepse faktet flasin drejt. Zoti Zmajgeraj gjithashtu këtu na ka ardhur me një shkrim shumë të bukur nga romani Studentët. Unë ftoj secilin lexues ta lexojë atë roman, sepse është një roman i mrekullueshëm jo vetëm për studentë,
përmirësojnë edhe territorit. Kritika apo kritika, pra do me thënë, Zoti Gzim vjen me një tjetër shkrim, ku thot kritika apo kritika, do thot a bëhet kritika apo jo? Apo thjesht e qëndisim pak atë. Duam të themi zëshëm apo në zëshëm, është një kritik i mirëfill. Edhe për këtë është vërtet kënaqësi që me shkrimet e tij kaq të bukura e kemi kudo në revistat tona. Gjithashtu edhe më shkreli, siç folëm edhe tek revista të cilën për këtë figurë kaq të pasur të letërsisë shqipe, sidomos të poezisë, e ka si imazh Zoti Gzimagira që folëm pak më parë, por Zonë Prenda, do e lexoja një poezi unë këtu të shkurt, krejt pak, faleminderit. Po. Po. Nëse ne mund të harrojmë penat e mrekullueshme që kanë qenë dikur, edhe ne do të na harrojnë ata që vinë më përpara. Kështu që nuk është krejt qëllimi që ne jetojmë përmes këtij zinxhiri apo kësaj hallke, por ne të mësohemi për të respektuar. Po Zoti Gzim? Po. Kënga e turpshme, sonte qava për ty arbëri. Nuk më vjen turp se qava, më vjen turp se s'munda të bëj tjetër nga turpi qava. Shkodra, desha t'ja prek rëzafës flokun s'më deshe, zbrita t'ja puth algjet liqenit më nxorre, tani për herë më ke maje taraboshit me cuba, Shkodër, Shkodra. Janë poezi shumë të shkurta, por sigurisht se janë poezi të mrekullueshme, të cilat flasin për një kohë kur neve Shqipërinë apo Adleun Mëm, siç i themi shpesh, e kishim të ndaluar, dhe kjo poezi sikur i shpalos pak ato plagët e të kaluarës, dhe ne që i kemi jetuar ato dhe i kemi përjetuar, sepse unë Azem Shkelën e kam njoftur, kam pasur fatin ta njoh siç kam njohur edhe Ali Podrimjen, të njihemi nga afër, dhe poezinë e tij unë thuaj se e kam prek edhe me dorë, sepse kjo poezi edhe në ato kohë kur është recituar, neve i kemi bashkëbiseduar ato këtu në Zvicër dhe i kemi zbërthyer ato herë mas here, pra janë poezi të mrekullueshme që sfidojnë një kohë, pra një kohë kur neve i kishim të ndaluar edhe të shikonim nga kufiri, se jo se të afroheshim apo të bënim ndonjë veprim tjetër. Faleminderit zonja Brenda. Faleminderit ju, vërtet dy poezi ashtu siç e them të shkurtra, por kanë shumë histori. Ne nuk jemi iftar të poezive të gjata, sepse poeti i mirë e përmbledh në pak vargje. Prandaj e sjellim shpesh në revistat tona si shembull. Poezia sa më shkurtër, por të jetë e mirë formuar, nuk ka nevojë për shumë vargje. Brahim Abdyli, një poet kosovar që me origjinë nga Kosova, se thash kosovar, me pra shqiptar i Kosovës, por që krijon në perëndim. Vërtet vargu i tij është një varg i mrekullueshëm. Disa Zhiti, një shkrimtar që ka vuajtur shumë, por ende shkruan, vërtet është një penë për të vlerësuar. Gjendet në faqet e kësaj revistet. Ali Bodrimja s'ka se si ti mungojnë asnjëherë revistave tona për shkak të vlerave të larta që sjell në poezinë shqipe. Zia Çela po ashtu. Kryesisht një romancier i shkëlqyer, një njeri shumë dashamirës, por dhe mirënjohës po ashtu. Taina Mataj, një poete dhe përkthyese. Unë vërtet jam falënderuese sepse ajo nuk se mbeten për të përkthyer nga autor të ndryshëm e për të sjellë për publikun shqiptar. Nga Norvegjia, Hysen Berisha, Pishtës dhe Më fal Poat, vërtet poezi të bukura. Po ashtu
Fatos Arapi, një nga shkrimtarët shumë të mirë, që nuk i mungon në revistës tonë. George Gordon Byron. Do jepni 2 minuta, zonja Prenda, do i lexoja 2 poezi të Ali Podrinjes, do rikthehem unë pak. Me që dua ta thyej pak edhe t'ju jap edhe juve pauzë herë mas here, pra por dua të risjell Ali Podrimin, sepse e kam redaktor, por edhe mik nga afër, pra. Epika tjetër të njohur, Kosovë, unë biri yt. Faleminderit zonja Prenda. Faleminderit ju vërtet, shumë faleminderit. George Gordon Byron, një mik i shqiptarëve, një mik i ngushtë i Alipash Tepelenës, që vërtet ka lënë një histori shumë të bukur, për çka se ka qenë moshë e re, pra një dashamirës shumë i madh e popullit shqiptar, edhe për këtë fakt unë kam menduar që her pas here edhe kjo figurë e letërsisë angleze të jetë edhe në revistat tonë. Strofa për muzikë. As e them dot, as e shkruaj, as e përshpëris emrin tënd. Gërma të trishtuara më duket sikur i lëndoj. Veç lotët që më bien në faqe, më zhytin në të thellat mendime që rrin heshtur pas zemrës. Atë shkurtra gjata njëkohësisht, atë mos na ndau gazhidhimit të fish. Ne do ja falim njëri tjetrit, do e kutim zinxhirin, do ndahemi, do ikim larg e do i lidhim pra. Oh, ti pash gjithë hare, unë vetëm qërtime, me fal e adhuruar, braktisëm po të mundesh, me siguri zëri jotë do në mitet pa tjetër, nuk do thyhem kur çfarë do që të më bësh. Sa jashtë për jam me të liqë, a që but jam me ty, shpirti im në pikëllimin më të zi do të bjerë, ditët ikin shpejt dhe minutat trokasin ëndër. Ty të kam kaq pranë, por fjalët i kam ndërkëm. Një pëshëretim prej teje, një vështrim dashuror. Do me largoj ose aproj, do me shpërblej o mallkoj. Hata zëmërgurët do habitën nëse do braktisem. Buza jote do t'ju përgjigjet jo atyre, por jetit e. George Gordon Byron. Patos Tongoli, një shkrimtar shumë i mirë, që u kam bijetuar dekadave. Ymer Hysa Lashkurbin, një shkrimtar poet që vargëzon pa pushuar, vërtet me vargje shumë të bukura. Unë recëgëj në qytet që leshen si bora e bardh aty mbi mal. Turistët e përfitin si kujtim nga historia jote, ndërsa brezeri a nuk e ndjen si venitet vallë, si shkon drejt shuarjes ky i shqiptarisë simbol. Qeleshja. Pra vërtet, kur mendojmë se ku po shkojnë simbolet shqiptare, është bukur për çdo poet që vargëzon dhe i sjell përmes vargjeve këto imazhe, këto simbole, i sjell përmes mesazheve që ne duhet jemi pak më të vëmendshëm për gjithë traditën e kulturën që ne na lanë të parët. Jaho Brahaj, siç folëm edhe më herët, një njeri që punon ka shumë për etnosin kulturor, gjë cilën në qoftë se do të kishim akoma më shumë etnolog, siç është Zimajgeraj që ka mbi 22 libra për etnosin kulturor, siç është Jaho Brahaj që herë pas here shkruan për veshjet popullore, por edhe çdo gjë tjetër që është mbi traditën e kulturën, ne nuk do të kishim nevojë për albanolog, sepse do ishin të dokumentuara në këto libra e do ishin në arkivat e shekujve. Në qoftë se ne sjellim ndërmendje se
Edith Durham erdhi e shëtiti dikur veriun e Shqipërisë dhe ka folur për shumë tradita dhe kultura tona. Ne ku ishim që nuk folëm për to? Pse heshtim sot? Pse ne nuk merremi më shumë me traditën e kulturën dhe etnosin tonë kulturor? Pse duhet të shuhen ato, të flasin bota për ne, po ne çfarë do bëjmë? Do kërkoja pak fjalën tu zonja Brenda, me që ju hapët edhe një temë pak problematike për këto çështje për këto kohë. Miq të nderuar, siç e tha zonja Brenda, unë tani më kam diku mbi 21 libra për etnosin Vrinës, por që është shumë i rëndësishëm sepse është një zonë që përmbledhet brenda atyre librave dhe unë e kam argumentuar, e kam dokumentuar ata. Por të them të drejtën, asnjëherë nga institucionet apo akademit apo të ofrohen dhe t'i kërkojnë ato që të futen ato diku të studiohen, pra është fatkeqësi, pra që duhet thënë, sepse duhet jemi pak edhe shumë të sinqert, pra duhet thënë çështjet që nuk shkojnë mirë. Pra ne sikur vetë u japim përparësi dhe merremi me studiues që dikur para 100 vjetë kanë bën ndonjë shëtitje në për trojet tona dhe kanë shkruar diku për ne, ndërsa ne që shkruajmë sot kush nuk ndalet dhe të na mbështet, t'i marr ato, t'i studioj ato, t'i dokumentoj ato pjesë nga etnia që kemi sjell neve dhe t'i ofroj publikut apo dhe t'i arkivoj brenda dokumentacioneve dhe akademisë, pra. Mirë po, si që duket, neve gjithmonë jemi mësuar të presim se çfarë bëjnë të huajt. Dhe ata që bëjnë brenda për brenda etnisë, sikur shikohen me një sy mbyllur dhe injorohen. Pra, kjo ignorancë sikur na kushton neve shqiptarve për të na shkruar historinë, pastaj të tjerët ashtu siç duan, me mangësi, me të meta, edhe me gjitha ato që, sepse dihet fare mirë, një i huaj nuk mund t'i kap gjitha ato elementet që mund t'i kap, për shembull mund t'i kapim ne, elementet që duhen, elementet e traditës dhe të etnisë sonë, që nuk na hikas asgjë nga për t'i sjell ato brenda libra. Megjithatë, pra le të mbetet kjo një thirrje, një përndërgjegjësim, pra edhe të institucioneve të cilat merren, por siç duket neve jemi fokusuar tek politika, përgjithsisht dhe politika sikur ja ka ngulfat edhe kulturës, edhe gjithëve fytin dhe nuk po e lën me ecë përpara, pra gjithë atë që e bëjnë politikanët e plasojnë atë dhe e gëzojnë atë në fund të fundit. Pra neve krijuesit nuk na jepet hapësirë për të vazhduar, për të mbështetur, për të krijuar sa më shumë, pra për të arkivuar dhe për t'i mbetur këtij populli, pra kësaj historie. Le të mbetet pra dhe ky një vërejtje që mos lejojmë që gjithmonë të na shkruajnë të tjerët ato gjëra për ne, por ne i kemi shkruar vetë dhe tash i kemi ofruar ato. Ato janë tek lexuesi, përpara lexuesit, përpara institucioneve, përpara akademive dhe le t'i marrin ato, le t'i studiojnë ato, le t'i argumentojnë ato, le t'i reshëshojnë ato për t'i prezantuar pastaj edhe si punime akademike apo të tjera. Faleminderit zonja Brenda, kërkoj falje që ndërhyra pa këtu, por gjithmonë po dalin çështje që sigurisht unë nuk pajtohem asesi me këto zhvillime në shoqërinë tonë, sepse po shihen edhe rezultatet. Sado që neve na duket dritë se po bëhet diçka e mirë, po bëhet ka shumë të meta për të çortuar, edhe për t'u dhënë vërejtje, por edhe për t'u korrigjuar. Unë i shoh institucionet tu në perëndim me diçka të vockël, ata krijojnë diçka të madhe dhe mbështeten nga shteti, nga institucionet, nga komunat dhe nga të gjithë ata njerëz të dashamirës të artit që duan të avancojnë përpara shoqërinë e vet. Ndërsa tek ne sikur neve na arrin saq politika dhe zhvillimet politike dhe të gjithë jemi politizuar, po s'qe me politikën nuk i askushi dhe nuk të përkrah kush, pra. Por duhet ta di populli ynë se jo gjithçka në jetë është politika dhe jo gjithçka duhet të mbështetet në politikë, pra. Asnjëherë hiç. Pra ata që punojnë janë shërtorë të popullit dhe duhet ta dinë se janë argatët e popullit dhe jo të jenë në krye të popullit, pra. Faleminderit zonja Brenda. Faleminderit ju. Fahri Gjata është një shkrimtar që shumë kush nga ju e njeh.
është kurajoz, shkruan bukur, por ajo që të bën shumë përshtypje, sjell gjëra shumë interesante dhe vërtet ja vlen për ta lexuar. Unë do lexoj pjesërisht, sepse nuk kemi shumë kohë, një zakon morbid i serbëve, kur prindi, pra babai, i mbushte 60 vjet, i biri i tij e merrte me vete dhe dërgonte në vend caktuar, zakonisht afër një provskeje, dhe mbyste ose me sakic ose me tokmak. Ky është një shkrim që ka shumë referenca. Pra është një shkrim shkencor. Askush mos mendojnë se ky shkrim është thjesht sa për thënë, pra ka referenca. Po, gjithsesi. Brenda shkrimit është mirë ta lexoni të paktën një referencë, sepse do të ishte mirë kjo do të argumentonte gjithë atë që thatë më lart. Pra është një pjesë interesante e shkrimit. Fahri Gjara, fotot janë nga filmi i Bata Paskaleviçit, Lapot. Fahri Gjara, 25/5/2020, referenca është HTTPS www.telegraf.rs. Unë do shtoja këtu edhe një 67 This is povest. Do shtoja edhe këtu një autor serb që shkruan pikërisht për këtë çështje, pra është Dražen Gudić. Në vitin 2017 ky autor serb pra ka shkruar për këtë pjesë, pra këtë zakon morbid. Ja, pra jo në referencat, ja. Po gjithsesi. Pra unë e përmenda këtu autorin Dražen Gudić, që në vitin 2017 për punimin e tij pra vije dhe shpalos këtë zakon morbid të serbëve. Europa thot, jo që na njihte aq mirë dhe ju besone në librave të tyre, ligjëratave të tyre në përqendrat kryesore të kontinentit, duke dokumentuar keq me keq për ne. Ishim popull i egër që jeton vetëm maleve dhe se u azakuam tokat atyre, pra flet mbi bazën e çfarë kanë shkruar të tjerët për ne. Ishim si arushat e shpellave, ku nuk dishim se ku i kemi varret e të parëve tonë. I Poldić ka me pesh ishte ishte në konferencën e paqes të Paris. Turqia dhe Rusia kishin angazhuar njerëzit më të mençur për të folur sa më keq për ne, të bindin perëndimin që ne jemi një mbetje turke, të sjellur nga ata, popull pa tradit, pa histori, pa histori e qytetërim, që nuk meritojmë të kemi shtet, thjesht popull që vetëm bishtin e kemi mangët. Pra është një shkrim shumë interesant, një shkrim që vërtet ja vlen për ta lexuar, edhe jo vetëm këtu, por Fahri Gjara është një nga shkrimtarët që vërtet e admiroj për shkak të esencës që ky njeri sjell në shkrimet e tij për letërsinë shqipe dhe historinë po ashtu. Shkruan Mustaf Krasniqi, sot 5 vite kur babai i Lirisë së Kosovës, simboli i qendresës shqiptare, pra ka me një shkrim super të bukur për këtë figurë mjaft të shquar, siç është Zoti Demaçi. Pra, ne dim shumë mirë se çfarë ka bërë ai që në moshë të re, sa ka vuajtur në përbuqje, çfarë ka shtruar. Edhe në qoftë se nuk dim shumë për të, është bukur të lexohet. Dhe mi të shkurti një shkrimtar kryesisht që sjell tregime shumë të bukura, shenjtoria që becon në dashurinë. Nëse jashtë Ateu, pra jeton në Athinë, ky shkrimtar, pra Dimitër Shkurti, shkruan shumë bukur. Poezi nga Charles Bukowski, amerikani që la gjurmë në letërsinë botërore, nuk jam.
Nuk jam ai tip njeriu që zhytet e mendon, pastaj pas di fort ndjenjat e mia. Shkojnë për herë me ata, mund të jenë të mangët, handikapat të çfarë do lloji, apo mbetur thot. Me ata për herë të torturuarit pa mëshirë, të dënuarit të humbur, jo për simpati, por jam vllai tyre, ashtu ndjehem, kështu kam qenë, i humbur, një prej tyre, konfuz, i pafajshëm, meskin, i tmerruar e kokfort, i pa drejt bujar. Vetëm në pauzat të shkurtra dhe edhe nëse isha mashtruar, e dija se vlerë nuk kisha, askush nuk isha, nuk i duhesha askujt, përkundrazi, përforcohesh pa dashur, brenda në duart e mia, shumë pishohej në pafundësi ajo që unë jam, Charles Bukowski. Victor Hugo, një poet i kohrave të kaluara, por që ka zënë vend mrekullisht në letërsinë botërore dhe mjaft i dashur për shumë lexues. Tahir Desku, një nga figurat letrare të shqiptarëve të Kosovës që vërtet ta ka enda, ta botosh, për të që ki vlerave që ka lënë. Është bukur që këto figura t'i nderojmë sepse e meritojmë. Ylli me i bukur nuk shihet. Në këtë bardhë të dorëshkrimeve të mia, bota shpjegohet ndryshe nga Bibla. Në mesin e yjeve, ylli me i bukur nuk shihet. Jeta ime, jeta ime vuan nga padukshmet, nga lagështia. Në prapun e shtetet hyndra nderat. As zogj të vëllindjes, zogj të fëmjeris, o borim këmbë kryqimat, shtëpia ime shurdë, dorëshkrimet e mia, varim në lartësi. Tahir Desku. Brenda se i vija që jam unë normalisht, mirënjohja ky element i madhështisë së njerëzimit. Brenda kësaj eseje bëhet fjalë për mirënjohjen si element që a ja kemi humbur pak fillin mirënjohjes. A kemi nevojë që pluhurin e harresës ta shkundim e këtë vlerë të virtyt njerëzimit që shqiptarët e patën dhe shekuj, mos ta shpërpavisim, sepse është ajo që të bën njeri. Altin Mema, atë gjershfishta, hëngrithisht, të tjerë po tentojnë t'i hajnë veprat. Ky vërtet është një djalë i mrekullueshëm, i papërtueshëm, është pedagog, por me të drejtë e thotë, atë gjershfishta, hëngrithisht, e të tjerë po tentojnë t'i hajnë veprat. E thash dhe më herët, pse veprat e gjershfishtës nuk janë në librat e sotëm shkollor, në programin mësimor, pse mungon kjo figurë kaq e madhe e shqiptarisë? Besoj që secili do kishte një pse të madhe. Shpresoj, thash edhe një herë, do e rrithem edhe në emisionet e tjera. Shpresoj që jo vetëm ky emision, por shumë emisione dhe shumë zëra do bëhen bashkë për krijimet e këtij personalitetit madh letërsisë shqipe, të cilën lexohen, të thellohen në mendje, sepse vitet nuk ja kanë zbehur absolutisht, nuk ja kanë zbehur lavdin. Përkundrazi, njerëzit e kanë idhull kur lexojnë dhe e kujtojnë si figurë. Çfarë la pas. Mimoza Reçi, pesha e fjalës thotë, është një poete që shkruan goxha mirë, një grua kurajoze, vlera letrare dhe unë vërtet e admiroj. Brenda Prendi është një tjetër poete e
papërtueshme, është shumë e thjeshtë me zërin e saj të brendshëm që në të vërtet këtë thjeshtësi e zbukuron aq shumë me vargje aq të bukura që i shkruan Mirditës, Bondlindjes, prindërve, shoqërisë, dheut, ndonse ajo jeton me shumë vite në emigrim, kjo grua me shpirt të madh, veç se zbukuron faqet e revistës sine. Takim si në Përralla, thot një tjetër poet, zoti Berisha, që më shumë ne e njohim si poet në fakt, por nuk i mungojnë as tregtimet. Tonzmali nuk është se për hir se ai nuk jeton në trojë shqiptare, pra jeton në Athinë që nga fillimi i demokracisë, por vargjet e tij janë shumë të bukura. Ky behar i luleve të krimbura. Ky behar i luleve të krimbura, gjithë shëmtin e në veri, krejt vneret e dimnave me smundje, me sollin sy, si korba të zi, në veri të reja dhe fund. Behar i luleve të krimbura, më gjithpon. Geni njerëzve krimba, kjo zezon e botës, në zemër fsheh për herë kuajt e Trojës. Brym, ehull, akull e borë, vesh me kollare papion, maskat nuk kanë fund. Behari luleve të krimbura, arkivole sjell tekun, njerëz proteza rilindin, viktimat pafajshme, me hajna, drogë, tritolemina, në verite i takësime, behar me lule të krimbura. Zoti Gëzni Majgeraj, blog për Ballkan. Në fakt, Zoti Gëzni Majgeraj nuk di se ç'mund të flasim më përpara, pasi është përkthyes, është shkrimtar, është poet, të vërmet për të rritur e për fëmijë që rrallë kush i posedon, vërtet është vlerë letrare dhe kënaqësi për ta lexuar. Lula Shprigja, Nën Tereza, simboli krenarisë kombëtare, pra ka sjell një ese të mrekullueshme për gruan më të shenjtë që pati bota, dhe shqyr që ajo frymon shqip. Ajo dhe thonë se nuk jeton në zemrat e gjithë shqiptarëve, frymon shqip. Kumria Abdulshala, pej Kosovës, një poete që shkruan me shpirt, shkreli i Azenit. Do lexoj një strofë, i rash përmes lugjeve të verdha të lëndimjes. Çdo skaj shkreljan ishte pahi fytyrës tënde, edhe flokët kaqurrela të ballit tënd të madh, prej malsori që era vjeshkës i tërpëllinte, sa në tanë e sa në këtë kanë. Vargjet bukra, kushtuara zem shkrelit. Bardull Toda, Tishta e ka thënë fjalën e tij, ka vërtet një ese të mrekullueshme, ashtu siç folëm edhe në fillim të editorialit, Bardulli ka një penë të mrekullueshme, shkruan me shumë kujdes dhe është vërtet esencë. Kolet Strabuini, një shkodran që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan poezi, shkruan tregime, ese, dhe vërtet është bukur për të lexuar. Rinia shqiptare dhe ardhmja e atyre, thotë Lidona Lisi, ku përmes penës së saj qanë hallet e rinisë shqiptare, sidomos në këtë demokraci të brisht, ku rinia shqiptare nuk e gjeti dhe s'po e gjen vetveten. Kjo është një plagë e pashërueshme që i dhem gjithë secilit. Një tjetër poete tropojane që jeton në Londër, Bojana Malaj, na sjellë rubaire të mrekullueshme, vargje të bukura,
që i rrjedhin nga shpirti si një jehon e bukur që vjen prej maleve. Gëzim të Leda, Duhan Pirës thot, tek poezia e këtij numri, por ndonë se edhe gëzimi jeton në mërkem, shkruan bukur dhe her pas here gjendet edhe në faqet e revistës sonë. Lapsin dorën e Zotit thot as në haklaj. E në fakt, megjithëse se shëndoria Nën Tereza Angel Leonik ka shkruar shumë bukur për Nën Terezën, përveç se thot në dorën e Zotit, zgani e përdor lapsin edhe në dorën e tij, shkruan bukur, derisa edhe punime shkencore është vërtet vlerë letrare. Ilmi Kurti, një poet, poezia i vjen vërtet aq bukur, vargje për Adheun, vargje për Trimat, i këndon burrave të Malësisë, që vërtet vargjet janë të mrekullueshme. Unë po lexoj vetëm një strofë. Dukagjini legjendar, çdo stuhije i ka poball, në përshekuj e ka mbrojt vendin, më në krye me shpendin. Jo më kot e solla, sepse poezia e Ilmi Kurtit është kryesisht Nëse do më jepni 2 minuta, zonja Prenda, nëse do më jepni pak fjalën, do flisja pak këtu. Për dëgjuesit tanë dhe për njohuritë e dëgjuesve, duhet të themi edhe 2-3 fjalë, sepse për Zoti Ilmi Kurtin neve kemi bërë 2 përzgjedhje me poezi dhe i kemi botuar ato. Promovimi është bërë vjet në vitin 2024 në Shkodër dhe ka qenë një promovim i mrekullueshëm, pra një promovim që mbahet mend për të mirat dhe për publicitetin që ka pasur. Zoti Ilmi Kurti është një krijues nga Malësia e Madhe atje dhe si të tillë unë i kam bërë atij 2 përzgjedhje dhe i kemi botuar ato në Prizren për të promovuar në Shkodër. Ju urojmë Zoti Ilmi Kurtit suksese të reja në krijimtarinë e tij letrare. Faleminderit zonja Prenda. Kur ai nuk ka qenë fare i vetëdish për këtë gjë, do me thënë nuk e ka ditë fare derisa libri është botuar, dhe kjo është një meritë e juaja dhe fal shpirtit letrar që keni, një dashamirësi të jashtëzakonshme për penat dhe të jemi vërtet falënderues. Edhe një herë dua të kërkoj falje dëgjuesve tanë, sepse herë mbas here telefonave tanë po u bien dhe po na shkëputin nga linjat. Sigurisht se dëgjuesit na mirë kuptojnë këtë situatë dhe urojmë që mos na bien linjat komplet, sepse me këtë ndërprerje sigurisht se do të mësohemi. Faleminderit. Aslan Meftari Kukës, një poet mjaft i mirë, që ne her pas here për shkak të vlerave letrare kemi botuar në faqet e revistave tona. Bukurie Maloku nga Elbasani vjen me një esej fjala. Ajo thot: kujdes me fjalën zonjës me çantë, kujdes me fjalën dhe ti zotri, pushteti i fjalës është i veçantë, gatuar male dhe ka kërdhi. Ajo i ka shkëputur këto vargje nga poezia e Dritur Agollit për të sjellë një esej të shkëlqyer dhe vërtet ja vlen për ta lexuar. Gjithashtu Almari Krasniqi Gjoçaj, një dritë perëndie e kushtuar Gjergj Fishtës, një poezi tepër bukur, pra në Fishtë të Lezhës ra një dritë se që mlodhen mrekullit. Na ishte shekulli 19, Gjergj Fishtës, Fishta vjen në jetë. Pra ka përshkruar jetën e Gjergj Fishtës në vargje dhe gjendet në faqet e kësaj reviste. Gjithashtu Lulieta Bushi, Patra Greqi. Më vjen mirë që në këtë revistë gjeografia e poetëve është mjaft e madhe dhe shumë nga këta janë nga jashtë trojeve shqiptare, pra janë nga mërgjimtarë. Alberto Sejtia Tiranë, që bashkë me Besarta Shkollsa Lezhë është vendi ose këndi i të rinjëve krijues. Dhe unë mendoj që se cili nga ne që kemi revista apo gazeta, portale, mos merrem vetëm me
krijuesit të cilët kanë emër, por është shumë e vlefshme të përkrahim, frymëzojmë, por pse jo, të bëhemi inspirim për të rinjët. Duhet të shtojmë rrethin, sofrat jetë më e madhe, sepse kur në një sofër të madhe me një rreth më të gjerë, edhe mendimet të ishin më të pikura. Shumë faleminderit. Po zoti Gzim? Faleminderit zonja Prenda. Unë nëse ju do të keni përfunduar edhe ju me pjesën e revistës Pena e Artë, do t'isha lutë që pas përfundimit sigurisht që kemi edhe dëgjues që na kanë ndjekur apo shikues dhe kanë lënë edhe komentet e tyre dhe mundësisht që ato t'i lexojmë pra për t'i nderuar edhe ata që neve na kanë nderuar gjatë emisionit tonë. Vërtet i falenderojmë që kanë qenë prezent sonte, por Silvia Shkoza, mirë mbrëma për ju në studio, mirë mbrëma për dëgjuesit, urime për emisionin, suksese për ju, poet të nderuar. Përshëndetje për ju në studio, të gjithë dëgjuesit e juaj, ju lumë për këto poezi të këndshme në knaqet e falenderit, thot Isuf Ponik. Falenderit i poshtë, përshëndetje edhe për ju. Mrika Flora Murani, mirë mbrëma sukseset më teshme. Prena Prendi, mirë mbrëma e urime për emisionin. Mimoza Hoxha Vastra, suksese për ju, miqtemi dhe punën tuaj të vërë, kontributit të jepni dhe gjithë shka keni arirë, prenare për ju. Mimoza Hoxha Vastra, thot Prenda dëgjohet mirë, pra kjo të regon që ne kemi pas shkputje si që thoni dhe ju her pas here. Miranda Troci Derti, mirë mbrëma, aksionit tuaj, Radio Sibila të Veriut, stafit tuaj, respektet e mia për ju nga Dibra. Botimet të mbara, Prena Prendi, e kam pas mësues Preng Cubleshi. Ishte shumë i përgatitur, ndaj ruajmë respekt, sukses e punës tuaj në krimtarit e tjera nga Prena Prendi. Përgjëmërsisht ju falenderojmë ju komentues, dashamirës të programeve tona që në ndishtë një herë pas here. Vërtet bëheni burim frymëzimi, pasi çdo fjalë e bukur del nga shpirtrat për të pasur. Paqe shëndet, paqe mbarësi, gjithçka të bukur për ju. Po zoti Gzim? Nëse nuk kemi diçka tjetër, atëherë neve edhe mund ta përfundojmë emisionin ton, apo keni edhe diçka për të thënë ju zonë Prenda? Të gjithë komentuesit, të gjithë miq që kanë pëlqyer programin, ata që kanë dëgjuar në heshtje, ju uroj një mbrëmje të këndshme, një ditë bukur nesër, qoftë kjo javë e pashtë, e mbarë, e shëndetshme për secilin nga ju. Sjellë të bashkim familjet tuaja. Dëgjues të nderuar, faleminderit shumë, faleminderit edhe ju zonja Prenda. Urojmë një mbrëmje të bukur dhe ju faleminderit shumë. Urojmë në emisionet tjera ju mirëpresim me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, një natë të mirë për ju. Natën e mirë.